Bregdeti shqiptar, gjithësisht Durrësi, Shëngjini dhe Saranda janë destinacionet më të preferuara për tetovarët, duke pasur parasysh se Shqipëria është një nga vendet ku pushimet mund të kalohen më lirë. Edhe këtë vit, familjet tetovare me njëherë pas festës së Bajramit janë nisur për në pushime. Arsyeja sepse tetovarët përzgjedhin Shqipërinë, krahas çmimit është edhe afërsia si dhe ofertat mjaft të volitshme që ofrojnë agencionet turistike. Oferta turistike e Euroturistit për këtë vit është relativisht e pasur. Do të thënë, ne kemi ekskluzivisht për në Turqi, kemi charter fluturim. Kemi startuar me një fluturim në javë, tani mbas muajit të Ramazanit shtohen fluturimet, do të thënë 2 herë në javë të operojmë për në qytetin e Antalis. Pastaj atje klientët mund zgjedhin hotele sipas preferencave në Kemer, në Side, në Belek dhe në Alanya. Gjithashtu kemi ofertë për klientët edhe për Bregdetin e Greqisë, po ashtu edhe për Bregdetin shqiptar dhe në Maltëzi. Ku më shumë preferojnë të pushojnë shqiptarët? Cilat janë destinacionet e preferuara për pushim? Si gjithnjë, më shumë interes ka Bregdeti shqiptar. Arsyeja është se ofron çmime më të lira. Gjithashtu, për Bregdeti turk është për momentin është destinacioni më i kërkuar për shkak të ofertës së pasur që ka dhe si vjet ka edhe çmime të arsyeshme. Pastaj kemi edhe Bregdetin grek. Për verën 2016, Agim Tursi si agencion turistik ofron domethënë pushime për në destinacion të Turqisë, Shqipërisë, Greqia, Bullgaria. Turqia çdo herë ka qenë shumë vend atraktiv për tetovarët. Shqipëria gjithashtu, domethënë nuk e tejkaloj. Greqia mund të themi, si vjet ka shumë interesim edhe për në Bullgari. Çmimet sipas agjencioneve turistike fillojnë nga 299 euro e më lartë, kurse Egjipti dhe Tunisi vazhdojnë të mos jenë pjesë e ofertës. Turqia, siç tham, ka një ofertë shumë të arsyeshme për këtë vit, ku përfshihen paketa është e plot, domethënë hoteli, transferi, taksat, gjitha, edhe startojnë çmimet për paketa një javore prej 299 euro e lartë. Ndërsa Bregdeti grek është pak më i shtrenjtë, kurse Bregdeti shqiptar nuk ka ndonjë ndryshim çmimesh nga vitet e kaluara. Më përpara, ne organizojmë fluturime edhe për në Egjipt, gjithsesi për në Sharm el Sheikh, edhe për në Tunizi, por këto vitet e fundit për shkak të trazirave ne nuk organizojmë charter fluturime për atje, edhe nuk i rekomandojmë për momentin për shkak të sigurisë. Mund të them se janë të njëjtat, janë shumë të kapshme për klientët, të volitshme me një fjalë. Në ndërkohë, Egjipti dhe Tunisi vazhdojnë të mos jenë pjesë e ofertës për shkak se janë vende me rrezikshmëri më të lartë për shkak të trazirave dhe sulmeve viteve të kaluara. Tetovarët si destinacion më të preferuar për të kaluar pushimet kanë Bregdetin e Turqisë dhe të Shqipërisë, të paktën kështu thonë turoperatorët që bëjnë organizimin e pushimeve verore në Tetov.